Bashkimi Evropian do të financojë Shqipërinë me 100 milion euro gjatë viteve 2025-2027 përmes programit IPA 3 me 33.5 milion euro të disbursuara në vitin 2025, 30 milion në vitin 2026 dhe 36.4 milion në vitin 2027, ndërsa fondet për 2 vitet e fundit varen nga miratimi i buxhetit vjetor të BE-s. Financimi synon forcimin e institucioneve, sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë dhe integrimin ekonomik me BE-n. Një pjesë e madhe e mbështetjes përshëndrohet te reforma në drejtësi duke forcuar KLG-n, KLP-n, ILD-n, SPAK-un dhe zyrën kombëtare të hetimit, si dhe duke adresuar mungesën e magjistratëve dhe vijimin e transformimit gjyqësor pas riorganizimit të gjykatave. Programi mbështet gjithashtu reformën e administratës publike 2023-2030, modernizimin e shërbimit civil, menaxhimin e financave publike, digitalizimin, rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit, ndërsa krijimi i ministrit të shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin shihet si një hap drejt koordinimit më efektiv të reformave. Një tjetër fokus është ekonomia e gjelbër dhe integrimi i Shqipërisë në zinxhirët e furnizimit të BE-s, veçanërisht në lidhje me lëndët e parakritike, prodhimin e qëndrueshëm dhe përmbushjen e standardeve mjedisore. Programi është në përputhje me planin ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe me planin e ri të rritjes së BE-s.